Fuqizoje ligjin! Fuqizoje ligjin! Fuqizoje ligjin! I mbrëma u pite Skënderbeut. Në quajnë dritë, jam djali i Merit dhe Nefises, punoj me fushata komunikimi, reklama dhe aktroj në projekte filmike kur më jepet mundësia. Po ajo që më bën më shumë krenar këto ditë, është të them se unë jam një prej jush. Jam këtu që nga dita e parë dhe jam i rrethuar nga njerëz të mirë, njerëz të dashur, njerëz që u shkëlqejnë sytë dhe duan të ndryshojnë të ardhmen e tyre. Sot është një nga ditët më të bukura të jetësimit. Ama akoma me e bukur do jetë dita kur ky vend të çlirohet nga tufa e henave, nga kasta e vjetër dhe nga ata që kur nuk menduan për popullin, po vetëm për interesat e tyre. Qëndroj sot para jush me zemrën plot dhe me shpresën e madhe se ky popull u zgjua dhe nuk ka gjë që e ndal më. Nuk ka më propagandë që i bën derman kësaj pune. Nuk i gënjejnë dot me njerëzit. Aferat e këtyre kanë marrë dhënë, janë bërë gazi botës. Shqiptarët e diasporës janë me ne. U ngritën nga New Yorku, Londra, Berlini, Mëniu, Amsterdami, Milano, Firenze e shumë qytete nga gjithë bota. Shumë prej tyre janë mesnesh. Të gjithë së bashku u kërkuar një gjë që këtyre që mbajnë peng mirëqenien e këtij vendi. Ikni, largoni, jepni dorëheqje. Rama jepe dorëheqje. Rama jepe dorëheqje. Rama jepe dorëheqje. Nuk na përfaqësoni më, u themi këtyre. Nuk na dëgjoni, na përbuzni. Kjo qeveri ka gjithë to ditë që shpik armiqësi në kohën e Xhaxhit, që mos gjën qetësi atje ku është. Ashtu si ju në parlament bitë e ti, nuk po gjeni qetësi që prej datës 31 maj. Dita që shënojnë bosjen e frikës e krikën e zërit për të kërkuar të drejta tona dhe për t'ju treguar se këtu vendosim ne. 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 Nuk mund të shesësh zonat e mbrojtura, zotëri. Nuk mund të shesësh tokë publike. Nuk mund të bësh marrëveshje pa miratimin e njerëzve të këtij vendi me pretendimin e zhvillimit. Nuk mund të vazhdoni të vidhi dhe të shpërdoroni lekët tona duke shitur pralla me mbret. Ske mashtrimi pas skeme mashtrimi. Kompani guas pas kompanie guas. Si guaska në të cilën janë strupur të gjithë dhe shikoni se si njerëzit e mirë të këtij vendi nuk ju durojnë dot më. Enough is enough. Shqiptarët nuk ju duan më. Erdhi koha të jepni llogari para drejtësisë dhe para popullit. Jepni dorëheqjen dhe obura të formojnë një qeveri teknike që të shbëj, anuloj, shfuqizoj, quajeni si të doni ligjet anti-shqiptare, ligji 21/2024 për zonat e mbrojtura, paketën e maleve që është krijuar për të vjedhur tokën pronarëve legjitim, dhe ligjin investitori strategjik që nuk i ka sjellë asgjë të mirë këtij populli. Jemi në vitin 2026, akoma demokracia është iluzion këtu te ne. Po si do futemi në BE ne kështu, kush na pranon? Duam sistem demokratik, duam që qeveria teknike të ndryshojë ligjin për referendumet, që populli të ketë në dorë fatet e tij. Duam sistem proporcional kombëtar me lista të hapura që të mund të jemi të përfaqësuar siç duhet në parlament. Jo të shkojë atje çdo lloj mbeturine që nuk ka asnjë lidhje me popullin. Aroganca dhe dashakejësia janë ato që do t'i fundosin. Njerëzit e mirë të këtij vendi dua kanë qerë maska. Të gjithë tasme ka kuptuar se ju jeni bashkë, ju mbani njëri tjetrin, dhe ajo e votave të fituar e gjoja është gënjeshtër e madhe. Vota të marra me presion për një vend pune, me lëmos për pensionistët e shkret dhe me një sistem patronazhimi që në çdo vend të Evropës do t'ju kishte çuar para përgjegjësisë penale. Nuk mund të ekzistojë një organizatë që mbledh të dhënat e qytetarëve. Kjo platformë është e paligjshme, pa moralshme dhe marr fund. Post patronazhista. Post patronazhista. Post patronazhista. Post patronazhista. Post patronazhista. Post patronazhista.
personat akuzuar për vjedhjen e taksave të popullit. Mos i keni fytyrë dhe dillinje, ju vezët i keni pak, për ato të shkreta keni ngritur gjithë policin t'ju mbroj. Ato vezë nuk janë për policin, janë për faqen tuaj të zezë. Policia është e para që duhet të ngrihet në protest për rrogat e ulta, për pozicionin në të cilën ky sistemi ka vendosur. Të jenë të popullit dhe të ekspozuar për të pranuar njëri shpet. Pse? Sepse rroga që kanë është qesharake. Po do ta kishin më të lartë rrogën. Do ta kishin më të lartë rrogën nëse nuk do vidhej te tuneli Llogaras, te Unaza e Madhe, te alt kontrolli të inceneratorët, te tendrat e spitaleve e shumë të tjera që nuk kanë të mbaruar. Këto fjalë i drejtohen jo vetëm policëve, po dhe atyre që nuk ju bën përshtypje situata në vend, edhe atyre që kënaqen me një rrogë minimale, edhe atyre që në kohë vendimesh të mëdha zgjedhin të jenë neutral. I madhi Faik Onisa në të tjera thotë: as buk, as brek s'ju lan, ju punoni ata han. Nuk ju lan as pak nder që e keni pasur për herë, as nder, as turp, as gjak s'kini, ulni kryet dhe porrini, i turoni vetë armisht, prisi vdekjen apo ftisht. Qoni o njerëz, qoni o shqiptar, ose lejoni të na përçajnë. Dhe gjithë historina kanë përçarë, katolik, musliman, galut, malo, komunist, maoist, ne jemi shqiptar! Populli të ngrah, populli të ul, populli e sovrani. Shqipëria e shqiptarve, jo e pushtetarve.